Radha është për intervistën e dytë në Infonata, e ftuar është Albena Rashitaj, kandidate për deputete nga partia Guxo, pjesë e listës vetëvendosim. Mbrëma dhe mirë se vini, zonja Rashitaj. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën kushtrim. Falenderoj juve për prezencën. Natyrisht flasim për garën zgjedhore, por dua ta veçojmë një mënyrë tjetër të prezantimit të kandidatëve për deputet nga zoti Kurti, për dallim nga nëntëshkurti kësaj radhe i prezantoi me shkollimin e deputetëve. Pse kjo mënyrë? Edhe herën e kaluar, domethënë nëntëshkurtin ka qenë pjesa e prezantimit të shkollimit, por më lëni fillimisht të përgëzoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, sepse sot kemi një lajm të mirë, pasi Bashkimi Evropian ka hequr disa nga masat që kishte vendosur ndaj Kosovës, kishin filluar nga maji, domethënë vetëm të mendoj të largoheshin, por konkretisht u larguan dhe sot morëm një informacion si Qeveria e Republikës Kosovës, dhe këto janë disa nga masat që ndërlidhen me fondet e Bashkimit Evropian dhe atë me paketën për fondet të mjedisit, të arsimit dhe energjisë, që janë jashtëzakonisht të mirëseardhura për ne. Disa prej tyre? Jo, kjo dëshmon që ne jemi akoma vendimmarrja po. Kjo dëshmon që ne jemi në rrugën e duhur, në rrugën e drejtë, dhe qëndrueshmëria politike ka vlerën e vet. Por ishin vendosur në qershor 2023. Normalisht, që nga maji, domethënë, këtij viti, vetëm ka pas, domethënë, fillim, ka qenë fillimi i largimit të tyre, dhe sot morëm këtë lajmin e duhur që normalisht është një gëzim për gjithë qytetarët e vendit. Por në të njëjtën kohë është një mesazh i jashtëzakonshëm për politikbërjen në vendin tonë, që në momente caktuara duhet të jesh i qëndrueshëm politikisht, sidomos kur je në rrugën e drejtë dhe në të mirën, kur punon në të mirën e vendit tënd. Po është e vërtetë që ne patëm dje mbrëma në Prizren prezantimin e tonë të kandidatëve, dhe lista jonë kësaj here, domethënë, karakterizohet me një numër të madh të doktorëve të shkencës, pra janë 13 doktor shkence pjesë e listës për kandidat, janë 7 specialistë mjekësor, 61 me master, janë 15 veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, 39 gra, dhe 24 profesionistë financave, janë dikun 17 profesionistë fushës së mjekësisë, 47 ish deputet, 16 ish ministra dhe 37 kandidat të rinj. Është me rëndësi ta theksojmë që mosha e kandidatëve është nga 24 deri në 78 vjeç. Pra, jemi munduar t'i përfshim të gjitha moshat, duke prekur edhe pjesën më vitale të shoqërisë tonë, rinin, por edhe atë, domethënë, të moshës më të pjekur. Mbi të gjitha është karakteristike që kjo listë ka një numër të madh edhe të atyre që kanë kontribuar në luftën çlirimtare të Kosovës. Sonte e pamë edhe prezantimin e zotit Kurtit, programit. Çfarë në fakt është programi përmbajtja e tij, zonja Rashitaj, për të fituar zgjedhjet që e keni synim, pra më 28 dhjetor? Po, janë disa zotime të reja, të cilat sot janë shpalosur, pra në prezantimin që bëri kryeministri në sallën Itetori këtu në Prishtinë, pra janë zotimet e qeverisë ardhshme e cila do të udhëhiqet nga kryeministri Kurti. Njëra nga to është miratimi rekord i buxhetit të Republikës Kosovës në vlerë për 4 miliard euro për vitin 2026. Kjo është një lajm i mirë dhe një zotim i jashtëzakonshëm që kryeministri Kurti e ka bërë para qytetarëve të Republikës Kosovës sot. Pastaj është procedimi i ligjit të ri për çmimet tavan. Ju e dini, domethënë, tentativat për të pas një ligj tavan i cili ka për qëllim pengimin apo mosmundësinë e abuzimeve nga tregtari të ndërgjegjshëm me çmimet. Pastaj e kemi procedimin e ligjit për veteranët të cilëve u është bërë një diskriminim i madh ndër vite, pra nuk është lejuar që të punojnë, të kenë mundësi të punojnë, sepse nuk do ta merrnin beneficionin i cili u takon si respekt ndaj asaj që kanë bërë dhe kanë dhënë kontribut në të kaluarën. Unë kam ngritë si çështje shumë herë këtë në Parlamentin e Republikës Kosovës, sepse me të vërtetë ka qenë diskriminuese, por pos diskriminuese ka pas edhe impakt në shëndetin mendor të veteranëve, pasi që çdo veteran i cili ka aftësi dhe mundësi për të punuar, do të kishte me qenë shumë më e mirë të punonte, sepse puna është edhe
shëndet i shpirtit dhe kanë mundur domethënë ta kenë këtë mundësi. Kjo ka qenë diskriminuese dhe jam shumë e lumtur që kësaj here domethënë në qeverinë e ardhshme të kryeministit Kurti ky diskriminim do të përfundoj. Pastaj janë edhe disa ligje të tjera, për shembull te pjesa e inflacionit do të jepet një mundësi 200 milion euro investime për projekte të ndryshme, sidomos për shtesat për fëmijë, për pensionet e kështu me radhë. Do të theksoja që 1 miliard euro do të ndahen për ushtrinë tonë e Republikës Kosovës, pastaj do të fillon prodhimi i dronëve made in Kosova. Siç e keni pa, domethënë ne flasim për sigurinë dhe begatin si dy shtylla kryesore të ndërlidhura me njëra tjetrën. E keni shtuar edhe diçka tjetër, mos çope. Gjithsesi. Çka mos shtuar pe? Sot e kuptuam sa është e rëndësishme kur jesh në rrugën e drejtë, kur punon me nder dhe je i sinqert në punën që bën, që nuk duhet të lëshosh pe, sepse mbi të gjitha është interesi i qytetarëve tanë më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Ata që kanë lëshuar pe në të kaluarën kanë bërë shumë gabime të cilat ne ende po përjetojmë pasojat e atyre gabimeve që ata kanë bërë. Shkuset bëjës thoni që ja kanë vlejtur. Nuk ja vlen asnjë masë ndaj Kosovës, mirë po nëse vendosën kur dhe ne jemi në rrugën e drejtë dhe punën e mirë, atëherë i bie që ndoshta janë mësuar në të kaluarën të ndëshkojnë ose të friksojnë politikbërës të cilët kanë rënë në kurtha të tilla dhe kanë arritur të shantazhohen dhe ta lënë në menjan interesin e vendit dhe të mos jenë të qëndrueshëm në momentet caktuara që do duhet të ishin të qëndrueshëm. Kisha para juve edhe kandidatin e PDK-s për deputet Arta Merami, edhe ai thotë që do të fitojnë në zgjedhjet si subjekt politik, edhe ju jeni të bindur po ashtu Zonja Rashitaj. Çka nëse mund të ketë rezultat thuajse? Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës tashmë e ka shumë të qartë se kush ishte bllokuesi gjatë gjithë këtyre muajve, kush mendoj që duke mos qenë fituesi i zgjedhjeve se mund vendosi për kuvendin edhe për qeverinë, qytetari ka parë, besoj, gjithçka çfarë ka ndodhur. Mos harroni që raporti Progresit i Bashkimit Evropian e ceku tani në ky raport i fundit Progresit që Kosova nuk ka miratuar, nuk ka ratifikuar marrëveshjen për planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është diku një fond mbi 6 miliard euro, kurse Kosova përfituese e afër 1 miliard euro, diku 900 milion euro ka qenë përfituese. Dhe çfarë bëri Kuvendi i Republikës Kosovës? Çfarë bën deputetët ish opozitës? Domethënë nuk e votuan për inate politike, atë për interesa të grupeve të caktuara të individëve brenda partive politike të ish opozitës. Nuk e votuan, nuk lejuan ratifikimin e planit të rritjes në Bashkimin Evropian, që për Kosovën është i jashtëzakonshëm. Dhe ne çdo ditë që po humbim me mija e qindra euro nga ky plan. Nuk mendoj që do t'i duhet diçka më tepër për te atyre inateve tjera, për te asaj që nuk e votuan buxhetin për Prishtinën e disa komuna tjera, për te marrëveshjeve të tjera. Vetëm po ta analizoj qytetari i Republikës këtë, mund ta ketë shumë të qartë se a duhet t'i ndëshkoj këto parti politike apo jo. Sepse këto parti politike nuk... Edhe guxon me që keni pasur... Ne ishim aty... Dhe s'keni arritur të formoni institucion. Ne ishim aty për të votuar dhe votuam gjithmonë, kemi qenë domethënë tërkohën duke respektuar të drejtën tonë edhe përgjithësinë. Opozita ja u zgjidhi kryetarin e kuvendit. Ata keni thënë se i keni numrat, nuk doli ashtu. Tani në këtë kohë kur po flasim, nëse krahasohemi me shtete tjera gjatë zgjedhjeve, verifikohet që ne kemi marrë përqindjen shumë të madhe të votave dhe kemi qenë fitues. Tani vetëm nëse e krahasoni për shembull me Gjermaninë dhe koalicionet që u bën atje, ata në një farë mënyrë në bazë të përqindjes së besimit qytetar që kanë marrë, aq edhe kërkojnë të jenë pjesë e qeverisë në shtetin e tyre. Kurse tek ne është një paradoks tjetër. Domethënë ti mund të marrësh 2-3 deputet, mirë po kërkon të kesh përgjegjësinë ose të marrësh besim shumë të madh brenda qeverisjes. Dhe kjo është gabim. Dhe pikërisht këtu do të ndëshkoj qytetari i Republikës Kosovës, sepse ti nuk mund të mos jesh i pari dhe të kërkosh të bësh lojën e politike brenda kuvendit. Kjo duhet të ndryshoj, kjo mendësi politike duhet të ndryshoj dhe tani mendoj që është në kufi
të asaj nëse duam të vazhdojmë ende me mendësi të tillë politike apo duam ta ndryshojmë atë. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetari i Republikës Kosovës të bëjnë një prerje ashtu definitive në këtë rast, që ne mos të vazhdojmë edhe më tutje me mundësi të tilla çfarë disa individ brenda partive politike, sepse nuk po them të gjitha politikanët, apo nuk po them gjithë elektoratet e partive politike, sepse ndonjëherë është interesant, tani jemi në fushat zgjedhore, e shoh shumë të pjekur votuesin, qoftë të partive tjera politike, se sa përfaqësuesin e tyre në kuvend. Qytetarët kanë votuar me në shkurt, por faja është të politikanët, që si kanë bërë institucionet, kjo është e qartë. Prandaj po e them që kjo pjekuri politike. Prandaj po them që ky vetëdisim dhe pjekuri në aspektin e njohjes së politikës nga qytetarët tanë do ta bëjnë ndryshimin e dur kësaj radhe. Kam besim të plotë që do ta bëjnë ndryshimin e dur. Do ta jap koalicionit ton, jo asnjëherë, do të na jap përqindjen e dur që të bëjmë qeverinë. Vet. Që i bie, ne jemi bashkë në një koalicion. Unë kam bindjen e plot. Mos harroni se janë bërë gabime të shumta gjatë kësaj periudhe. Në qeverisje gjithashtu është vrejt. Në qeverisje gjithashtu është vrejt gjatë asaj kohe edhe një frikë e madhe nga rritja e numrit të votuesve në Republikën e Kosovës. Shumë shpesh në zgjedhjet e kaluara, në vitet e kaluara, për shkak të një votuesi të fjetur, ndonjëherë të hidhruar me politikën e cila është bërë, domethënë, kanë përfituar disa njerëz brenda partive politike sepse kanë arritur të rriten, të ngritën edhe të bëjnë politikat e tyre ashtu siç kanë dashur, duke lënë më një anë interesin e qytetarëve, ndërsa me rritjen e numrit të votuesve, ato mundësi zbehen brenda partive politike. Prandaj tek disa individ brenda partive politike është frikë e madhe rritja e numrit të votuesve, ndonse do duhet të ishte më demokratike. Dhe ajo kur u vendos data 28 dhjetor, pikërisht aty u pa, domethënë, frika e madhe që do të vije një numër i madh i votuesve të cilët ata suni kontrollojnë. Dhe do të aprishin matematikat brenda për brenda partive të tyre politike. Prandaj ishte një frikë e jashtëzakonshme, sepse nëse flet fjalën për votat nga diaspora, nga Mërgata. Nga Mërgata, sepse nëse shikon nga prizmi jashtëm, nuk ka logjik të frigohet askush nga numri më i madh i votuesve. Gjithkush do duhet gëzohet që të kemi sa më shumë përfaqësim. Ata e konsiderojnë këtë kauzë artificiale? Jo, ata mund ta konsiderojnë. Ishtë partitë opozitare për se janë kundër Mërgatës. Në momentin që ti insiston gjithsesi që mos me qenë data 28 kur mundësia e mërgjimtarëve shumë e madhe të vinë Kosovë dhe t'japin kontributin e tyre me votë, dëshmon mjaftueshëm për frikën e madhe të tyre në Mërgatë. Pastaj disa nga ta dhe nuk po arrin të përmbahen, po shpërthejnë kundër Mërgatës, dhe kjo është shumë e dhëmshme, që them të drejtën, sepse në momentet caktuar nuk po arrin të mbajnë natin dhe po shpërthejnë. Dhe njerëz të cilët shpërthejnë në atë mënyrë nuk mund të na thënë neve që ju jeni përçarës ose ju jeni arrogant ose ju jeni të tillë. Prandaj unë mendoj që kësaj radhe edhe i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe ata që jetojnë në Kosovë, që kanë dilema nëse dalin të votojnë apo të mos dalin të votojnë. Le të dalin të votojnë. Si të duan le të votojnë, mirë po le të dalin të votojnë. Është shumë e rëndësishme të votohet dhe të ketë një numër sa më të madh të votuesve, sepse në këtë rast votuesi i lirë, jo ai që është militant i një partie politike, por sa më shumë që rritet numri, përqindja e votuesve të lirë, mundësia për të pas rezultate më reale dhe më të mira është shumë e madhe. Thatë që s'keni gjuhë përçarëse, po pikërisht nga vendosi ka pasur akuza se opozita po bashkëpunon me listën serbe, s'është në gjendje të votoj asnjëherë kundër listës serbe, as për të mos e certifikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe akuzat të tjera që i bëni opozitës. Tani, secili që flet merr përgjegjësi, domethënë, për atë që thot. Mirë po, është e papranueshme që dikush nga politikbërësit tanë ta relativizoj forcën vepruese dhe pasojat që ka bërë një listë serbe institucioneve të Republikës Kosovës ndër vite, edhe shtetit Kosovës, edhe vendit tonë. Prandaj unë personalisht nuk e pranoj në asnjë mënyrë
dhe nuk e respektoj në asnjë mënyrë asnjë politikan shqiptar i cili thot që lista sërbe nuk është asgjë, nuk ka ndikim, nuk është ashtu siç po e bëni ose diçka të tillë. Nuk është e vërtet. Ju e pa, domethënë, edhe me ngritjen e aktakuzës nga prokuroria speciale për tre të persona të cilët domethënë ishin drejt për drejt të kyçur në shkatrimin që u bë në kanalin e Ibër Lepencit. Ajo të tregon dhe në bazë të asaj që kam dëgjuar, domethënë kush janë ata dhe se si janë të lidhur me shërbimet sekrete të Serbisë. Pra, a nuk janë të mjaftueshme çdo herë më shumë rasti Banjskës, kjo sulmi në kanalin e Ibër Lepencit, e shumë banda të cilat janë shkatruar në veri të Kosovës për të treguar. Subjekt politike quhen. Kush? Zotë Kurti. Ai është në fakt parti politike, po jo nga dëshira dhe vullneti i qytetarëve, as qytetarëve serb të Kosovës, e aq më pak të qytetarëve të komuniteteve tjera dhe shqiptar. Prandaj është e çuditshme se si nuk jemi bashk, të paktën kundër një liste sërbe. Në fakt, a keni nisur edhe të ndryshoni qasje, strategji, deklarime më të moderuara, pak a shumë, edhe nga zoti Konjuca, duke thënë tash së fundi, për PDK-n se nuk është me listën serbe, për LDK-n po ashtu, për dallim nga ditë në parë që eksponentë ndryshëm të vendosis akuzonin pikërisht të këto subjekt. Unë nuk kam thënë asnjëherë që një subjekt politik është komplet me listën serbe. Individ caktuar kanë bërë gabime, kanë bërë tolerime, kanë bërë gjëra, kanë bërë bashkëpunime, të cilat nuk i respektoj edhe i kanë bërë dëm Kosovës nga disa parti politike. Besoj që edhe ata po të ktheheshin edhe një herë nuk do t'i bënin ato. Kam bindje të plot. Mirë po, tek ne është problem që të pranohet gabimi, të pranohet faji edhe të vazhdohet punohet bashkë për të mirën e përbashkët. Derisa ne nuk bëhemi bashkë për të mirën e përbashkët, kundër një të huaji apo të huaje që po e dëmton vendin ton, asnjëherë s'kemi me pas rezultate. Edhe këto deklarime e shihni edhe një lloj reflektimi? Është shumë e rëndësishme kur individët reflektojnë, sepse njerëzit janë të gabushëm dhe është vlerë kur ata arrin të reflektojnë. Ka të tillë që s'reflektojnë kurrë dhe gjithmonë bëjnë gabim pas gabimi. Kjo është më keqja. Po thoni që do të ketë Kurti 3. Gjithsesi do të ketë. Por zonja Reshitaj edhe një herë, nëse rezultati është pak a shumë i njëjtë, a mund të ketë tjetër krizë institucionale në vend, me që dihet që në mars s'ka dhënë mandati presidentes Vjosa Osmani dhe nëse s'ka qeveri më stabile mund të shkohet sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme. Tani po mbihet përsëritem, po për mua ka shumë rëndësi ajo që do ta them sërish, ta përsëris. Personalisht un kam vërejtur që në kohën e pandemisë e kam kuptuar sa i thellë është infantiliteti politik i disa individëve që kanë edhe pozita të larta politike në partitë opozitare. Kur ata kanë qenë në gjendje me dërgu shtetin, vendin, në zgjedhje, në kohën, në pikun e pandemisë, kur gjitha shtetet luftonin për jetën e qytetarëve të tyre, bëheshin bashk, edhe partitë politike, por edhe shtetet mes vete bashkëpunonin, ne ishim ata që pikërisht në pikun e pandemisë e dërguam shtetin në vendin në zgjedhje. Dhe siç e dini, ishim të gatshëm dhe sërish ta dërgonim në zgjedhje. Domethënë kjo është kur nuk mëson nga gabimet. Edhe pastaj u desh të veproja unë ashtu siç do doja të vepronin edhe tani disa deputet opozitës dhe sot mos jemi ne në këtë diskutim për diskutuar për zgjedhjet, po të ishim duke diskutuar për se si kemi bërë ratifikimin e marrëveshjeve dhe se si po arrim të përfitojmë nga shumë fonde për Kosovën. Prandaj po e them, domethënë që unë kam dyshimet e mia në lidhje me atë se çfarë do të ndodhi pas këtyre zgjedhjeve, mirë po dua të besoj që qytetari i Republikës Kosovës do ta vendosë atë, sepse po ja lë disa partive politike edhe mund të ndodhi ajo që ju po e thoni, që do të kishte me qenë një dërmim total i qytetarëve, por edhe i punës që po e bëjmë, mirë po mbi të gjitha një dëm i madh buxhetit të vendit, sepse ju siç e dini me miliona euro shkojnë për çdo. Edhe po të fitoni 50% të votave, sa kishit rezultatin me 2021-ën, nuk mund ta zgjidhni edhe presidentin. Prandaj nevojitet bashkëpunim, koordinim me subjektet politike.
Unë mendoj që ne kemi një presidente shumë të mirë, e cila ka bërë një përfaqësim të jashtëzakonshëm gjatë këtyre 4 vite e gjysmë gati 5 vite. Është zgjedhur nga populli në fakt prej votës, ka marrë votat domethënë të konsiderueshme, ku ka më mirë se sa qytetarit të ta zgjedhë edhe presidentin. Prandaj unë mendoj që po ta kishim një mundësi ta vendosnim në votim vetëm presidentën, atëherë unë mendoj që do ta fitonte edhe një mandat, sepse edhe në sondazhet që po bën, po del domethënë që ka një besim edhe një vlerësim shumë të madh prej qytetarëve të vendit. Prandaj çdo matematik tjetër që do të tentohet të bëhet nga partitë politike, do ta psojnë vetë ato, sepse unë mendoj që disa parti politike, për shkak se kanë pas mundësi edhe hapësirë dhe nuk kanë bërë reformat e duhura për brenda, do ta psojnë. Sepse në fakt çdo gabim ka dështimin, pastaj ka edhe pësimin. Dhe disa individu ta kuptojnë këtë, që është proces fiziologjik që ndodh. Me që i përmendet sondazhet, keni bërë ndonjë sondazh, subjektet politike bëjnë sondazhe, edhe të brendshme, çfarë flasin për juve si vetëvendosje, si koalicion? Janë duke u bërë sondazhe, mirë po nuk mund të them informacionin, mirë po jemi shumë të lumtur me besimin e qytetarëve dhe me mundësinë që ne do të qeverisim dhe do të kemi mundësi ta qeverisim vetë, por dhe në të njëjtën kohë që t'i arrim të gjitha këto zotime që sot do bën në të gjitha sferat, sepse nuk po kemi i përmendim të gjitha ato që do bëhen. Apo nën 40? Unë po them që sondazhet që bëjnë partitë politike, varet edhe çfarë sondazhe bëjnë, sa janë real në atë që bëjnë, mirë po ne jemi shumë të lumtur me sondazhet, me atë se si qytetari po vlerëson. Mendoj që tani do të kemi një votë ndëshkuese, si asnjëherë më parë, nga qytetarët e Republikës Kosovës, duke përfshirë edhe diasporën tonë të dashur. Më në shqe, shak të kohës, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë që të ishit këtu në Infonata. Faleminderit juve. Të ndruar shikues, ne këtu e mbyllim këtë edicion bashkë këshillin e nesër. Atë ne mirë mbetësh.